Ka dhe një gjë, më falë profesor, ka dhe një gjë. Edhe në 2016, kur kemi shkuar në Europian, u përfol shumë dhe gjithmonë, sepse kam dëgjuar që kur kam qenë prezident në për ato, më gështon që shiko, ama se në 2016 me ato 3 pikët e Serbisë, ato, shiko, në 2016 ne mund të jemi kualifikuar dhe me ato pikë, por ne kemi fituar në Portugali dhe kemi barazuar në Danimark. Dhe më thënë, Danimarka, trajneri Olsen, kur e kam dëgjuar vetë intervistë, tha, dhe më thënë, ku bërë Shqipëria, sidomos mas fitores në Armeni, u kualifikuar. Sepse nuk e kishte faj njëri Danimarkës, që ne vajtëm në Danimarkë dhe barazuam. Apo jo, sepse që këtu është, më thënë, e ishte një kombëtare, në dyshim meritin e kombëtare. Ishte kombëtare shumë edhe kjo është një kombëtare, unë mendoj që është një kombëtare shumë e fort. Kjo ndoshta mund të jetë më e talentuar, por karakteri është, nuk e di, ishte më i fortë ai grup. Ne për mendimin tim, ne nuk kemi akoma, unë nuk kam parë akoma kombëtaren ideale në fush në minutën e parë, unë vetë. Formacion për thua. Formacionin për mua, formacionin ideal, dhe gjithmonë kemi pasur, nuk jam personi që duhet merre me detaje teknike, por edhe kam dëgjuar ekspertët, edhe kam parë rezultate, kam thënë, shiko, ka ca momente, Broja nuk luan ai sa duhet, domethënë Hoxha në minutën e 83, hyri me Kroacinë Hoxha dhe ndryshoi lojën, sa ai e bëri atë rrëmujën që u bë. Ka një gjë, ka një ide të qartë për kombëtar, për emrat. Mund ta ketë ide të qartë, po ideja e qartë e Me Edi Rejen nuk e dinim se çfarë ndodh. Ideja e qartë e trajnerit nuk është e qartë ke unë, nuk është të vënë Edi Rejen, Edi Rejen bëjë majt luajtë i majt i fusha e tyre. Tu do jemi për politikë. Po, ja një sekond, po e krem. Gjithë ky interesim për ekipin kombëtar nuk është rasti. Realisht, ekipi kombëtar ka përbërjen më të mirë historikisht që ka patur një trajner. Kjo kombëtare po thua? Kjo kombëtare me këtë përbërje, absolutisht luajnë në kampionatet më të mira të Europës, janë profesionistë, në përgjithësi kanë edhe minuta në lojë, nuk janë krejtësisht se është me një ekip edhe atë. Prandaj po them që ky trajner i ka të gjitha mundësi që të bëjë një formacion të plotë, të mirë dhe të motivuar më shumë se asnjëherë tjetër për këtë ndeshje. Mendoj që ky nuk është një trajner që bën shumë ndrime si kur Reja. Reja bën të eksperimente me lloj skemash me lloj lojtarësh, ndërsa ky këtë ndeshje duhet të fusë ato që realisht shkojnë ke porta dhe ta shtyjnë topin rrjet. Se ne besfushën e kemi të mirë. Shiko, mund dalë dhe 0-0 e krem, jo? Futbolli ka të gjitha rezultatet. Duhet, absolutisht, se ne... Kështu që edhe një barazim me Serbi nuk do ishte ndonjë dramë e madhe. Kushtit barazojmë atje? Nëse ne, sepse ne mendojmë që 6, 12 pike kena të sigurta, ne po pretendojmë me ekipin që kena. Po në rast edhe barazojmë me Serbin këtu, absolutisht shanset tona minimizohen shumë. Pra, kjo, jo se edhe mund të humim. Pra po thua, është ndeshje decizive? Ndeshje decizive, dhe më thënë, nëse ne e fillojmë me fitore, absolutisht duhet të pretendojmë edhe që të dalim vend. Nuk është më... Por nëse do marrim një pikë edhe aq më tepër, aq më keq edhe humbjen, atëherë fillon malori. Për Brojen do preferohet të luante? Unë absolutisht për Brojen, do më thënë, është një lojtar që është kthy idhulli i gjithë tifozerisë, edhe ai frymëzohet shumë. Do më thënë, ai sikur mos luajë parë. Pse ju s'ka dhënë një gjë të madhe e krem? Edhe për shkak të dëmtimit. Në 3 minuta që hynja i çoi peshë. Dakord, ato janë talentin e tij, ne nuk e diskutojmë. Problemi është që nuk është një